Bëjmë unboxing dhuratën e ditëlindjes nga burri. Unë mendoj që te Dysoni 100 euro i kushton vetëm paketimi, se është paketimi më i rëndë në botë. Hapim që se si ta shohim. Nuk se ka ndonjë gjë të veçantë ky imi, si gjithë Dysonat të tjerë, është përnejse. Dhe kështu duket nga brenda. Ka një ngjyrë shumë të bukur. 100 euro të tjera paguhet për ngjyrën. Okej, kjo është pjesa kryesore. Dhe kam dypin e kësaj dhe më duket komplet njësoj si ai. Thjesht ndryshimin do ta bëj tek flokët që shpresoj që mos të mi djegi shkula aty. Po, çfarë ngjyre bukur, shikojeni pa. Shikojmë pak këto koka se këto janë më interesante. E para është kjo që është përtharje dhe me sa pash gocë afronte këtu me flokun edhe ulte këto elektrizimet që unë i kam jashtëzakonisht shumë keq. Shpresoj që të më bëj dhe mua punë si as e gocës. Këtë furçën që duhet ta mësoj me patjetër se si përdoret se nuk di se si përdoren furça të tilla. Më duket shumë të vështira. Kjo është për drejtim, që është e sigurt që do fleri aty se unë nuk është se i drejtoj ai shumë flokët. Edhe kjo është përtharje, më pëlqen shumë kjo koka. Këto kam shtypën duhet jenë ato që bëjnë kaçurrelat e famshme. Se çfarë ka një gjë tjetër këtu. Këtë e pashë, nuk e di se ku e ngjiste. Për çfarë është tani? Për të pastruar apo për çfarë është? Unë e pash që fuste këtu, po se për çfarë fuste nuk e di. Ju që e dini ma tregoni. Për të pasuar filtrin. Okej. Kjo është koka e vogël edhe koka e madhe. Që nga koka e madhe. Unë besoj që këtë do përdor sot. Po do të jap një shanse edhe kësaj. Sa e rrezikshme është që të provosh Dysonin për herë të parë edhe provosh një kokë që nuk di ta përdorësh. Nëse